Ish fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ko pas kohë është mjaft aktiv në rrjetet e tij sociale. Ai këto ditë ka njoftuar ndjekësit se është në vendlinjën e tij në Pavlan të Pejës. Përmes një bisede, Gjesti shihet në motor së bashku me vëllain e tij, teksa i përshëndet ndjekësit në Katun me Nubin. Video ka marrë menjëherë vëmendjen e fansave, të cilët e kanë vlerësuar lidhjen e ngushtë që ai ka me familjen dhe fshatin e tij. Me Kingin e vogël ishte një tjetër postim i Gjestit në profilin e tij në Instagram. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se lidhja e tij me Eglitakon mbetet akoma e fshehtë, se çfarë ka ndodhur me ta e dinë vetëm ata të dy. Disa nga fancat mendojnë se ata janë ndarë, dhe disa të tjerë mendojnë se Egli dhe Gjesti po e mbajnë lidhjen e tyre plotësisht hermetike. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.